Kosovë-Shqipëri duam drejtësi, të shtypër të harruar, rinis pun, hajnis dhun. Ishin këto brohoritje të forta në rrugë që bënin protestuesit shqiptarë me marshin e tyre, nga shkolla mesme deri tek sheshi i dëshmorëve pranë kuvendit komunal në Preshev. Me pamfleta në duar dhe me flamuj shqiptar, këta protestues kërkonin e respektimin e të drejtave të shqiptarëve të shtypur nga qeveria e Beogradit. Kjo protest ishte e thirrur edhe kundër pushtetit lokal të komunës së Preshevës, duke kërkuar sqarim prej kryetarit të komunës së Preshevës Ragmi Mustafa për dhënien e mirënjohjes kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Jemi këtu kundër diskriminimit serb dhe i pushtetit lokal, jemi këtu për të kërkuar drejtësi, si dhe jemi kundër udhëheqësisë son, pasi me praninë e pushtetarëve tanë po shkelin mbi gjakun e dëshmorëve. Ishin këto fjalë të kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës, së ushtrisë lirimtare për Preshev Bujanosë Medveq, Nazmi Hajredini, drejtuar protestuesve shqiptarë. Të nderuar të pranishëm, jemi këtu për të protestuar kundër diskriminimit serb dhe atij mashtrimit dhe injorimit të pushtetarëve lokal. Prandaj, edhe një herë, duhet që njoftoj, nuk jemi këtu për të kërku vot, nuk jemi këtu për të kërku karrika, nuk jemi këtu për të kërkuar pasuni, jemi këtu për të kërkuar drejtësi. Kështu që kjo protestë e përkrahur nga shumë organizata jo qeveritare dhe nga ju të nderuar të pranishëm ka për qëllim ngritjen e zërit për padrejtësitë tona që është u shkelur ky popull me dekada e me dekada. Diskriminimi i Serbisë nuk është nga dje dhe një dekadë të fundit. Është me shekuj e me shekuj, me pranin e pushtetarëve tanë, të cilët shkelin mbi gjakun e dëshmorëve. Kjo le të kuptoj se ne nuk pranojmë ata që marrin votën, ata që mashtrojnë, ata që vjedhin, ata që ignorojnë popullin e vetë, votën e vetë, të cilën e kanë marrë, nuk e kanë vendin të na udhëheqin. Gjithashtu, ja boj me dije Serbisë, se këto troje janë shqiptare, ky popull është shqiptar. Këto troje janë Kosovë, këto troje janë Shqipëri. Lavdi dëshmorëve të kombit. Poshtu para protestuesve fjalën e mori dhe Ibrahim Kadriu si njëri bashkëorganizatorët e kësaj proteste. Të nderuara familje të dëshmorëve, veteranë të luftës dhe të gjithë tjerë të pranishëm këtu në këtë protestë. Prandaj, sot vendosëm që të dalim në protest, sepse kemi me mija arsye për shkak diskriminimit që na bëhet nga qeveria serbe, por jo vetëm sot, po me shekuj jemi të diskriminuar. Prandaj, moto e kësaj proteste është kundër diskriminimit. Paraforsi ma pashëm i cekje në sferën e arsimit disa fakte të diskriminimit, por këto nuk janë të tëra. Pasi që qeveria Serbisë na heki lapidarin këtu, e na nuk bëm asgjë të rezistojnë se ata ja kanë falë gjakun këtij popullit
për me qenë të lirë, të barabartë e tjera. Prandaj, nuk është vetëm çështja lapidarit, mbytje, po kjo është ajo ma kruciale që do të thosha. Të kenë lapidar është mburje dhe krenari e kombit, se ata dhanë jetën për këtë popull. Prandaj, këtu diskriminimi është shpreh në gjitha sferët e jetës. Për shembull, në Bujanoc, para 10 vitësh, u dënuan me burg të rënd 7-8 ish luftetar të UÇPMB-s me 75 vjet. Këtu, po ashtu, u dënuan grupi mbi 10 ish luftetar të UÇPMB-s pas butjeve në kazamatën e burgjeve të Serbisë, pas 5 vjet qëndrimi, u liru të pafajshëm. Vallë, si mund të i burgos Serbia njerëz të pafajshëm, i burgos. Prandaj, ky popull dinjitos, dose për momentin prezenca fizike nuk është ashtu si që duhet të ishte, për disa arsye, në veçanti temperaturave të larta që zotrojnë sot këto troje. Prandaj, diskriminimi është shpreh edhe me zhveshjen e komunës nga ingjerenca. Sot, komuna e Preshevës është një bashkësi lokale. Institucionin e fundit e eki Serbia prej komunës, respektivisht gjyqin komunal. Prandaj, sot komuna është bashkësi lokale si Miratosa, Zhunica, Rovica e tjera. Andaj, çka i vyn pushtetarëve pushteti pa shtet, po dihet se ata nuk dojnë me ja turbullu ujin fare Serbisë. Prandaj vepron konform me diktatet e Serbisë. Po kjo nuk është se vetëm këtu, për shembull, Presheva, Bujanoci, por edhe Medvedja është përmbull tërësisht. Fati i Medvedjes po na përsëritet edhe neve. Prandaj, edhe Bujanoci, edhe Preshevës, edhe një ditë shumë shpejt do të jenë edhe Bujanoci, edhe Presheva ashtu të pastruara etnikisht, për çka Serbia mundohet me nishe me shpirt. Prandaj, kjo është ajo arsyeja që ne e kemi ftu popullin në protest të tregoj mënyrën demokratike, mënyrën e qetë, po se na dojmë liri, dojmë barabarsi e tjera, sikur se këtë gjithë popull tjerë. Prandaj, Sërbët në Kosovë, ndonë se janë për ka numri i banorëve 3%, janë shtet në miniatur vërtetuar edhe me zajednicën që ja dhanë. Kurse këtu, për fat keq, vazhdon diskriminimi, vazhdon pando, vazhdon edhe largimi i popullatës për arsye të shumta, për shkak metodave të represaljes që i ushtron Serbia, se këtu janë burgos mbi 25-6 ish qytetar, vetëm pse janë vrarë. Prandaj është vrarë edhe komandanti i UÇPMB-s Ridvan Qazimi. Prandaj edhe
burgosja e një biznismeni të sukseshëm, po respektivisht kidnapimi i tij, neza nuk dihet. Shtrohet pyetja sa këto subjekte politike kanë bërë për këtë këto. Asgjë. Ky popull meriton me qenë i lirë si të gjithë popull tjerë. Prandaj, duke protestuar, na do t'i realizojmë. Patjetër se do t'na mallkoj edhe Zoti, edhe populli, se nuk meritojnë liri. Prandaj, ju falenderoj përzemërsisht dhe dëshiroj që në protesta tjera të jeni edhe ma serë, ma shumë, se kena 1100 sa arsye. Në emër të organizatës së veteranëve të luftës në Preshev, foli dhe Munir Rexhepi. 14 vjet pas luftës së ushtrisë lirimtare Preshev, Medved, Bujanoc, shqiptarët e Luginës Preshevës vazhdojnë të jenë të diskriminuar. Pranuam t'i dorëzojmë armët për t'ju kthyer betejës politike me premtimin e realizimit të drejtave tona. Por sot ndjehemi të braktisur më shumë se kur, si nga bashkia ndërkombëtare, ashtu edhe nga Prishtina dhe Tirana. Aq më keq ndjehemi të tradhtuar dhe të mashtruar edhe nga politika lokale. Fatkeqësisht, bashkia ndërkombëtare nuk përfill kërkesat tona politike të referendumit 1 dhe 2 mars të vitit 1992 dhe të kërkesave të grupit negociues të udhëhequr nga ushtarët e UÇM-s Preshev, Medved, Bujanoc. Beogradi kur nuk do ta trajtoj si të barabartë. Në vazhdimsi, ai shkel të drejtat tona në të gjitha fushat. Serbia vazhdon me i përdor shqiptarët autokton sa për të mashtruar bashkinë ndërkombëtare, se kinse është evropianizuar, por nuk ka Evropë pa shqiptar. Serbia premtoi të drejtat për shqiptarët, por dëshmoi se dëshiron territor pa shqiptar. Ajo përbuz identitetin, historinë dhe çdo gjë që ndërlidhet me shqiptar. Vučići i Šešelji paraqitet demokrat, jashtë e diktator, mrenda sidomos për shqiptar. Ftojmë bashkinë ndërkombëtare, sidomos Brukselin, që për interesa gjeopolitike mos t'i injoroj shqiptarët, me shekuj shqiptar janë angazhuar për liri e barazi. Kjo liri po i mohohet sot me arrestime për ndjekje, dënime, si dhe me dëbimin e tyre djetë të hapur e sot të heshtur. Çdo ditë e më shumë Lugina e Preshevës po zbrazet me metoda më perfide dhe para syve të ndërkombëtarëve. Shqiptarët e Luginës nuk i pranojnë metodat e qeverisë serbisë, por derisa ajo nuk na bind se na trajton si qytetarë të barabartë. E para së gjithash, si shqiptarë autokton me histori, kulturë, traditë, gjuhë dhe sakrificën e tyre për liri. Kërkojmë ndërhyrjen pozitive të Prishtinës dhe Tiranës në drejtim të realizimit të drejtave legjitime të shqiptarëve të Luginës Preshevës, konform vullnetit të tyre të shprehur me plebisht. Ftojmë qeverinë e Kosovës e të Shqipërisë që në kuadër të obligimeve të tyre kushtetuese e të solidaritetit kombëtar të ushtroj presion ndaj Beogradit për ta ndaluar diskriminimin dhe në përkëmbjen e shqiptarëve të Kosovës lindore. Të nderuar të pranishëm, sot po ngritim zërin e qytetarit shqiptar të shtypur, të harruar dhe të tradhtuar, të shtypur nga Serbia dhe të harruar nga bashkia ndërkombëtare. Sot dukemi më shumë se kur të manipuluar e të tradhtuar nga politikanë tanë. I përkujtojmë atyre se populli i ka votuar për t'i mbrojtur ata e jo për interesat e tyre. Sot ata punojnë me shumë për vete
familjet e tyre dhe ato që gjuhen biznese. Pakënaqësia jonë duhet të shprehet edhe ndaj tyre. Ajo është detyrim moral patriotik e kombëtar. Mjaft më me degradimin e qytetarit shqiptar, mjaft më me gënjeshtrat e juaja. Ku është flamuri, ku është lapidari, ku janë të zhdukurit, ku janë të dëbuarit, ku janë diplomat, ku është amnestia, ku janë tekstet shqipe, ku është spitali, ku janë gjykatat, ku është lëvizja lirë, ku është demilitarizimi. Ato mbeten premtime boshe, ndërsa realiteti është gjandarmeria, papunësia, varfria, qirilica, shpërngulja, familjarizmi, klanizmi, krimi e korupcione. Sot në Lugim bashkëpunëtori avansohet e i pafajshmi dënohet. Mjaft monopoli biznesor të lidhur me krimin politik e ekonomik, duam liri e punë për shqiptarët dhe jo favore për shtypësit e tyre. Me gjitha këto dënime politike vendore shqiptare, ajo ju nështrua kryeministrit Vučić duke përdhosur vullnetin dhe interesin shqiptar. Kryetari Ragmi Mustafa, me mirënjohjen e tij për Vučić, shkelin mbi viktimat e luftës dhe gjakun e amanetit të dëshmorëve. Pa na shkaluar udhëhecit e tjerë politik, e pyesmi Ragmi Mustafën, si u ndjeve përballë të dëshmorëve në emrin e të cilëve thirresh kur i ndave Zavalnicën Vučićit të Srebrenicës. Populli i Preshevës nuk i dha mirënjohje Vučićit, mbasi as antarësia PD-s, por i dha Ragmi Mustafa. Mund të jep mirënjohje Vučićit vetëm në emër të tij, për të rehabilituar vetë dhe klanin e tij me Vučićin. Vota mund të blesh, pasuri mund të bësh, pushtetin mund të ambash, lapidarin mund të atrathosh, Vučićin mund të përqafosh. Por vullnetin e popullit për liri nuk mund të ndalësh. Në emër të nxënësve dhe studentëve shqiptarë të Luginës së Preshevës, para protestuesve foli edhe Elbasan Sahiti. Të nderuar qytetarë, të nderuar bashkëmoshatarë. Dëshiroj që të drejton me disa fjalë në emër të nxënësve dhe të studentëve shqiptarë në Luginë të Preshevës. Gjendja jonë në arsimin fillor të mesëm dhe atë universitar është tepër e rëndë dhe është shumë e vështirë. Kjo gjendje e krijuar në arsimin shqip ka vite që po vështirësohet dhe po kërcësohet edhe më tutje. Do t'i përmendim vetëm disa fakte dhe argumente ku shkollat e Preshevës po përjetojnë diskriminim dhe shantazhim më masiv se kur më parë ndonjëherë. Sot shkollat tona, gjërësisht nxënësit tanë, mësojnë në kushte mjerimi dhe në hapësira në gjendje katastrofike ku asnjë investim apo mirëmbajtje nuk është bërë apo nuk është realizuar me vite. Mjafton të përmendim një fakt ku dikur shkolla më e madhe në ish Jugosllavi e tani shkolla më e madhe në Luginë dhe rajon është pa kushte mësimi. Si për shembull, i mungojnë asaj banka dhe karrige me kabinete dhe mjetet e tjera të nevojshme për proces normal të mësimit. Gjithashtu, i mungojnë edhe hapësirat e nyjeve sanitare, megjithatë i mungojnë kushtet elementare të sallës së fiskulturës. Të dashur qytetarë, krejt kjo po ndodh për fajt të dikujt, atyre të cilëve nuk pjadojnë të mirën kësaj shkolle, këtyre nxënësve, mësuesve e mbi të gjithë arsimit shqip. Një fakt tjetër shqetësues dhe prekës është me rastin e fitimit të donacionit nga ana e shkollës së mesme për pajisje të hapësirave adekuate të kabineteve dhe të mësënjtorëve. Donacion ky i fituar nga fondet e Europës, ku edhe ka ngecur në punë të mosmirëfillta dhe neglizhencë e qëllimshme institucioneve përkatëse,
që duhet të asigurojnë hapësirën e nevojshme për të jetësuar projektin prej 80.000 eurosh të fondit europian. Edhe për këtë gjë, fajin kryesor e mbar institucioni përkatës, i cili është i obliguar që kësaj shkolle t'i asiguroj hapësirat e nevojshme. Këtu nuk do t'a lë anash edhe pa i përmendur edhe tekstet shkollore që para 4 vitesh kishin filluar rrugën e zgjidhjes me hapa të ngadalë, por ama të sigurt. Ndërsa në këtë vit, po edhe vitin e kaluar, po imponohet një zgjidhje e çuditshme, ku vitin e kaluar ato libra që ishin siguruar nga Ministria e Arsimit Kosovës përfunduan në stacion policor, e këtë vit ngjajshëm vetëm se ka ndryshuar lokacioni, jo në polici, por në terminalin doganor. Një shqetësim shumë i madh po ndodh edhe me njohjen dhe nostrifikimin e diplomave të studentëve shqiptar që studimet e tyre i kanë përfunduar në Universitetin e Kosovës. Këto diploma, edhe pse nga viti 2011 rifilluan të pranohen, gjithsesi të nostrifikohen, ato pas ndërhyrjes së gjykatës kushtetuese, sot e gati 2 vite nuk po njihen dhe nuk po nostrifikohen fare, bile se po neglizhohen shumë në këtë proces. Për krejt këto gjëra, për këto padrejtësi dhe për këto prapësi, jemi mbledhur sot të protestojmë. Me këtë rast, bëjmë apel që të ndërpriten këto diskriminime, këto shantazhime dhe manipulime të pafundme të institucioneve edhe republikane edhe komunale, që shkollat, nxënësit, studentët e Preshevës të mësojnë si të tjerët, të punojnë në kushte dhe standarde normale si bashkëmoshtarët e tyre në Serbi dhe në Evropën e civilizuar. I bëjmë thirrje të gjithë institucioneve vendore, komunave, Ministrisë së Arsimit dhe faktorit ndërkombëtar që arsimin shqip të kenë një kujdes të veçantë, sepse është lehtë të thuhet shqiptarët në Serbi kanë të garantuar të drejtat e veta në bazë të konventës. Kjo ndoshta është kështu e shkruar në letër, por në praktik nuk po ndodh asgjë. Ne nuk po shohim asgjë përveç manipulimeve dhe standardeve të dyfishta që kjo rëni po i përjeton çdo ditë më tepër. Faleminderit. Kjo protest gjithë popullore ishte organizuar nga organizata veteranëve të luftës së ushtrisë qërimtare për Preshevë, Bujanoz dhe Medveq dhe nga shoqëria civile, ku në fund të gjithë protestuesit u shpërndan të qetë nëpër shtëpitë e tyre.